Negligencë e shtetit kjo, e qeverisë, e inspektoriatit, nuk është në pyetje këtu a ka pas vullnet. Nuk është punë e vullnetit me shpëtu jetën e njerëzve. Ne jemi të obligum të shpëtojmë, ne jemi të obligum të marrim masat e sigurisë në punë. Kush i merr masat? I merr shteti. Ligje shumë i qartë, ligje shumë pastër, i qartë thëmë, me gjitha masat e përcaktuara. Po pse nuk zbatohet? Pikërisht kjo nga vetë shteti që nuk i shtyn, nuk i simulon ndërsa edhe vetë inspektoriati, nuk i bën kushtet e inspektoriatit. Në fakt ata nuk i kanë kushtet Dhe më duket që ministri përmendi që janë dikon rreth 50 inspektor në rast se nuk apo i konsideroni që është numri i mjaftueshëm në 7 rajonet të Kosovës. Absolutisht nuk është i mjaftueshëm. Ky 50 është tani kohë e fundit, në një viti ka qenë kjo, se kemi pas me 30 e diçka inspektor. Imagjino ti me 50 punëtor ta mbulojmë gjithë Kosovën. Gjithë të qendrat regionale që i kemi, sepse inspektorati drejtohet nga një qendër këtu në Prishtinë, dhe të qendror, pastaj delegohen në për regionet. Edhe një region e marrin Prizren apo Prizrenin, që mund të ketë për momentin ka 2 inspektorë të sigurisë në punë. Regioni Prizren, prapë marr si shembull, ka 4 komuna që i mbulon me 2 inspektorë. Nuk ka shans të i vizitoj kompanit, jo vetëm ndërtimit, se inspektori nuk bërë vetëm kompanit të ndërtimit vizit. Inspektorët e punës janë të ndarë në 2 grupe, inspektorët e marrëdhënies së punës dhe inspektor për sigurisë dhe në punë. Tani kohët fundit e kemi këtë ndamje, dhe tani kanë qenë çdo inspektor i ka kontrollu 2 resorit, ama po di këto standardet të usia, del inspektorati i punës, dalin ekspertët dhe vlerësojnë njëherë paraprakisht masat, nuk e du të shërën nga pse ndodhe e fatkeqësi. Kjo është gjatë 1 ditë, 2 ditë, mbas 2 ditë vend punishta fillon të punoj, sepse nuk i ka fajt tash vend punishta, i ka fajt mos marrja masave që nuk janë marrë masat nga vetë përdhënësi. Pyetja do të ishte mas 2 ditë a janë marrë ato masa që mos i ndodh. A inspektohen këto vend punishte pastaj tutje për të verifikuar nëse janë plotësuar kushtet tutje? Po, në momentin që inspektorati e bllokon ose e ndërprer punimet, është i obliguar që mas disa ditë një afat caktuar që ai jep punonësit, të vizitojë vend punishte, i shef se janë marrë ato masa. Tash pyetja do të ishte a do të shkon kur do të shkon radhën tjetër. Ka kompani që kur e din që ka pas një vizit, ajo për një kohë gjatë do të lirohet, thotë se e din që nuk do të arrin inspektoriati. Prapë tash po dalim te numri i inspektorëve. Duhet të arrisim numrin e inspektorëve, duhet të inspektojmë, të jemi shumë a shumë terren, edhe tjetra që këtë më qenë për mua, kryesore kur të jemi me një vend punishtë ta kërkojmë njeriu i cili është i caktuar për marrjen e masave të sigurisë në punë në atë vend punishte. Nuk duhet të shkojmë në vend punishte vetëm të shohim se ai kanë pajisjet, kanë trajnimet, a kanë vlerësimin e rrezikut ato që në një punë të përditshme janë, por nëse nuk ka një person caktuar për sigurinë në punë. Këtu do të isha nal pak, a kemi shumë raste të tilla kur nuk është ky person i caktuar? Jo shumë, 99% më së madhe, sepse a kemi na eksperta për çdo kompani të çojmë? Nuk kemi. Prandaj unë them shpesh kompanive, që ne vetë i monitorojmë disa kompani. Në ato kompani ku i monitorojmë ne nuk kanë ekspertë. Ne i them duhet ta caktoni një person, sepse ligji shumë qartë thotë, quhet një person i autorizuar i punëdhënësit, nga punëdhënësi që duhet të merret me sigurinë shtetit në punë. Do thotë, pavarësisht është ekspert as është, ai mund të jetë një punëtor me një përvojë më të gjatë, i cili ka një përvojë me punën që ka bën. Edhe ai, nëse nuk i din rregullat e sigurisë, i din të paktën se punëtori duhet të ketë pajisje personale mbrojtëse të rregullta.